Një studim i fundit nga Universiteti Stanford ka zbuluar se rinia nga perspektiva e proteinave përfundon rreth moshës 34 vjeçare. Ky zbulim tregon se që nga kjo moshë ne fillojmë të pësojmë ndryshime të rëndësishme qelizore, që shënojnë fillimin e moshës madhore. Ky studim tregon se pas moshës 34 vjeçare, trupi i njeriut prodhon më pak proteina, duke sjell uljen e masës muskulore dhe rritjen e ndjeshmërisë ndaj sëmundjeve të ndryshme. Ky fenomen nxjerr në pas se plakja nuk ndodh papritur, por është një proces gradual që fillon të përshpejtohet më vonë. Përveç ndryshimeve biologjike të zbuluara nga studime, faktorë të tillë si mënyra e jetesës, dieta dhe stërvitja luajnë gjithashtu një rol vendimtar në procesin e plakjes. Ky hulumtim gjithashtu nënvizon se megjithse biologjia imponon kufizime të caktuara, zakonet dhe zgjedhjet tona mund të ndikojnë në mënyrën se si ne përjetojmë plakjen.